që ishin të përkryer në mënyrën e organizimit, por qalonin të shkujdesur në pjesën tjetër. Ato janë forma klasike kur ka të përfshirë në një atentat më shumë se një automjet. Sepse format kur bën ekzekutimin dhe pastaj për të larguar, të duhet një automjet kur ka raste të atyre atentateve klasike që një pjesë ka ngelur të pasbardura, kur digjet automjeti mbasi ka mbaruar ngjarja dhe pastaj largohen në vetë një automjet tjetër shoqërues. Këtu nuk kemi automjet të tillë, automjetet janë përdorur kanë pronësi, pra nuk është ajo forma dhe kjo është një pakujdesi e madhe, po e quajmë që nuk tregon profesionalizëm, por vetëm skema, mënyra, ndoshta ato kanë bërë dhe rikondicione, njohin zonën, duket që e njohin zonën, se janë të zonës, por nuk kanë arritur të jenë profesionistë për të kuptuar që a ka kamera, të cilët mund të jenë fiksuese dhe mund t'i ekspozojnë përballë organit e hetus, dhe e dyta nuk kanë përdorur maska, pra tregon edhe një herë që o mlefi, urrejtja, mënyra e shpejtë për t'ju koha për cilën ju dha ky ekspozim, nuk kanë pasur ndoshta mundësi të dytë dhe kanë bërë ekzekutimin. Pra nuk kanë qenë shumë të bindur, sepse në të kundër do të gjendeshin automjete apo në shtëpinë e tyre do të kishin mjete të tilla të cilët mund të ishin parapërgatitore për të realizuar një atentat, siç mund të jenë maskat, veshje të tjera kamuflazhi apo gjëra të kësaj natyre. Dhe nuk ka pajtim të një personi tjetër pra përfshirje të drejtë për drejtë për në hakmarrje. Nuk ka persona të tjerë të cilët kryesisht vinë nërmjet pagesave ose persona të tjerë të cilët nuk kanë lidhje me familjen për të mos ngjallur dyshime tek hakmarrja. Prandaj ka qenë më e thjeshtë sepse thash e para ndoshta ka pasur dëna fillestare, por pamjet filmike dhe mënyra e realizimit dhe provat që kanë lënë kanë çuar tek autorë të dyshuar të këtij atentati. Ne përmendim madje në fakt kishte edhe diçka që në kamerat e sigurisë, ajo që vëzhgohet pra nga grupi hetimor, rreziku që është bërë edhe personave të tjerë, pra që nuk janë fare pjesë e kësaj, janë kalimtar të rastit. Shumë pranë e gjithë skena është më pak se 1 minutë. Dhe shumë pranë automjetit të viktimave kalon një tjetër automjet rastësor dhe duket në pamje kur ndron rrugë, pra largohet automjeti taksi për andej, kjo për shkak të breshërisë plumave. Pra amatoria që kanë pasur autorët mund të kishte marrë jetën edhe personave të tjerë të pafajshëm, ashtu siç ka ndodhur në shumë ngjarje të tjera kriminale që kanë marrë jetë të personave të pafajshëm. Po, e qartë. Ne, po të pyesja pak më parë këtë pjesën e kamerave të sigurisë. Ne kemi biseduar edhe në intervista tjera, zoti Softa, që është elementi i parë që pyetet a kishte zona kamera sigurie. Po është kaq i rëndësishëm, sidomos në situata të tilla, për të zbardhur një ngjarje apo qoftë edhe për element sigurie. Në pjesën më të madhe të ngjarjeve të cilët kanë pasur shpejtësi, në zbardhje kanë ndihmuar shumë kamerat e sigurisë. Sepse është elementi i parë për të identifikuar, pastaj mbas identifikimit të personit kërkon për të marrë prova, siç mund të jetë kontrolli menjëhershëm banesë apo automjete të tjera që ato kanë, dhe shpallin kërkime personave për t'i marrë, për t'i ndaluar, për t'i shoqëruar, për t'i pyetur, po dhe të tjerë që kanë ndjeni për ngjarjen. Dhe të tilla kamera sigurisht që pamjet e para merren të shpejta flash për shpejtësi për efekt operacional dhe pastaj merren dhe sekuestrohen serverat, video regjistratori se do shërbejë si provë për në gjykat. Sepse jo gjithmonë pamjet që mund të merren nëpërmjet celularit ose nëpërmjet një USB-je njehen si provë. Provë është vetëm video regjistratori sepse ajo është e patjetërshme. Çdo gjë tjetër e marrë në forma tjera mund të shërbejë si provë e dyshueshme sepse mund të quhet e tjetërshme. E qartë, duhet të pyes pak në plan më të gjerë tani si ekspert i sigurisë, çfarë realisht e cënon sigurinë në këtë periudhë, në kohët që flasim, ku nuk e di me statistika, ka patur një periudhë që ngjarjet kanë qenë një pas njëshme, por e tani nuk është se nuk trondisin, por cili është ai element që duhet riparuar që realisht e cënon sigurinë? Siguria është koncept i gjerë, në fakt, por siguria është, nuk besoj se ka një element jetësor ku mos jetë prezent. Është pjesë integrale e vetë jetës përditshme, edhe punës institucioneve. E pam tek vrasja e gjyqtarit, e pam tek vrasja në aeroportin e Rrinasit, te atentati, e kemi parë tek hakmarrjet që kanë ndodhur, por e kemi parë edhe tek elementet kriminale të cilët kamuflohen dhe format që përdoren për elementet kriminale janë shumë të sofistikuara, siç vjen tek krimi ekonomik, tek mashtrimi, dhe forma të tjera të cilët janë. Krimi, në çfarë nivele është arritur? Sikurse është një balans, një peshore, kur ngrihet shumë puna e policisë, bie pjesa e nivelit krimit, dhe kur ka një ulje, për shumë arsye të policisë, kemi një ngritje të nivelit krimit.
Për shembull, në raport me vitet tjera, ky vit ishte i veçantë se nuk ka nisur siç ka nisur herë tjera që në janar me atentate. Është shoqëruar janari, shkurti, marsi kemi pasur një seri atentatesh. Këtë vit nuk kemi pasur vrasje, por nuk kemi pasur atentate të kësaj forme të këtij organizimi. Dhe patjetër është kontrolli i territorit. Sigurisht edhe pjesa sesi zinxhiri komandus në policinë e shtetit, po dhe harmonia midis strukturave në shkallë territori duhet të jetë e tillë që shkëmbimi i informacionit rreth parë, por dhe efektet parandalimit masi të kemi marrë informacionin, për shembull tha që ka pasur një përgjim me telefonit për një vrasje, por nuk e dim për cilën vrasje apo jo. Po çfarë si ka për cilën vrasje? Nëse ka pasur një informacion për një vrasje, prap duhet kishte vëmendje ndaj personit caktuar. Pastaj se kush do të ishte objektivi. Ndaj mund të themi që është dhe dështimi forcave të rendit në këtë rast, për aq kohë sa nuk e kanë zbuluar vendodhjen e një personi të kërkuar. Për më tepër që jo vetëm për një ngjarje të kaluar, si i dyshuar, por për më tepër që po planifikohej një tjetër krim. Pra merr për masa të tjera. Kjo kërkon një analizë, pastaj nëse është e vërtetë që ka pasur përgjim dhe nuk ka pasur, po them, një reagim për çfarëdo lloj gjëje që ka një planifikim, ai duhet mbajnë në kontroll me të gjitha llojet e shërbimeve që kanë strukturat policore. Sepse çfarëdo lloj krimi që vrasje që të bëj, prapë është vrasje. Ne themi të parandalojmë vrasjen, nuk ka rëndësi emri i autorit që do të vritet, por vrasja duhet të parandalohet. Patjetër. Ne folëm pak më parë për këtë zonën ku nuk është hera e parë që ndodhi, nuk e di e tha zot Softa, besoj edhe juve. Kryesisht në zonat veriore për shkak të kanunit. Po, ne kemi parasysh tani edhe ndryshimet në polici, për cilën do doja një koment pak më pas. Po në atë zonë, si është monitorimi i forcave të rendit, sa e pranishme është policia, sepse ka zona ku ka një monitorim të imtësishëm, që quhen edhe si zonat më problematike, mos ndoshta kjo lë në hije edhe zonat që janë më pak? Shikoni, Sida, në fakt kjo ishte edhe një sprov, mund të themi, e drejtorit të ri të policisë Lezhës, pasi pak ditë ka që është emëruar drejtori i ri. Po me këto lëvizjet që u bën. Po, me lëvizjet e fundit në pas dorëheqjes që dha pasardhësi i tij. Por në fakt, kjo histori ndodh për sa i përket monitorimit zonave dhe zoti Softa e di shumë mirë kur është bërë ajo klauzola e kamerave të sigurisë të hequra nëpër rrugë. Pra, këto kamera sigurie që tashmë po ndihmojnë hetuesit janë kryesisht kamera biznesesh se sa kamera të vendosura në anë të rrugës. Pra, nëse një biznes me dëshirën e tij apo pa dëshirën e tij ja vën në dispozicion organeve kompetente këto kamera sigurie, mund të kemi, siç kishim rastin konkret, zbardhje të ngjarjeve. Por debati që është bërë para disa vitesh për mënyrën se si po mbaheshin në vëzhgim pra këto zona, qofshin ato periferike apo jo, apo brenda qytetit, kishte të bënte me heqjen e kamerave të sigurisë përgjatë rrugëve. Dhe kjo po përhap një tjetër debat tek Smart City. Pra, vendosja e këtyre kamerave të sigurisë që do të jetë shumë efikase për një pjesë të hetimit të ngjarjeve, por njëkohësisht shumë efikase edhe për mbajtjen në vëzhgim të personave me precedent të kësuar kriminal. Por nga ana tjetër, ne nuk e dim se si këto kamera sigurie, pra ky kontroll do të vëzhgohet tek persona që mund të jetë një qytetar i thjeshtë që do të kalojë në atë rrugë apo në atë zonë ku do të ketë kamerat e sigurisë. Nëse ka kapacitete policia për të vëzhguar me patrulla në terren. Sigurisht që i ka. Mendoj se i ka pavarësisht numrit të lartë të dorëheqjeve që kërkohen në radhët e policisë. Por nuk mendoj se parandalimi këtyre ngjarjeve nis vetëm nga kontrollet e patrullave të policisë, qoftë në Lezhë, në Shkodër, në Tiranë apo në çdo lloj qyteti tjetër të Shqipërisë. Duhet një punë më e organizuar ndaj strukturave të policisë për të goditur ato jo vetëm grupet kriminale, por edhe ata persona që edhe pse nuk janë pjesë e një grupi kriminal, kanë precedent të teksuar penal dhe për më tepër kur janë në kërkim për ngjarje të tjera kriminale. Mirë, duhet pyes pak zotin Softa, me sofistikimin e krimit që është tani, me kapacitetet që ka policia, por pse jo edhe me lëvizjet që janë bërë në polici dhe me gjithë ngjarjet që kanë ndodhur deri tani, a ka diçka që vërtet çalon zotin Softa? Po, shpeshherë vim në të njëjtën pikë. Po. Por si